A mendoni se Edi Rama mund të alshoj Belinda Ballukun për të shtensionuar deri diku situatën, apo do të vijoj ta mbaj atë në mënyrë që kjo e fundit të mos e fundos dhe ta marrë me vete Edi Ramën? Jo, nuk do ta lëshoj për shkak se lidhja me të është shumë e gjatë. Unë nuk mbaj mend se ka punuar Belinda Ballukun në Ministrinë e Kulturës kur Edi Rama ka qenë ministër në vitet 98-2000, por jam i bindur që ka qenë në stafin e Ramës, qysh në Bashkinë Tiranë, qysh në fillim të karrierës së Ramës atje, siç ka qenë edhe Ogerta Manastirliu. Të kesh qenë pranë Ramës, ka qenë shef e kabineti, nuk ka qenë thjesht një zyrtar i bashkisë. Të kesh qenë pranë Ramës 26 vjet, nuk është e lehtë shkëputesh. Ajo ka dieni për çdo aferë korruptive të Ramës. Dhe sigurisht që nëse ajo flet e hedh në herë Ramën, po çështja është që pakti me sa duket është ky, unë do të të mbaj aq sa kam unë fuqi dhe ti nuk do flasësh për mua. Këtu është vendi të themi që nëse mund të shpresojmë një erozion të Partisë Socialiste, në një gryerje nga brenda, ky mund të ishte një nga treguesit më të mirë. Pra që disa vota të deputetëve socialistë të shkojnë për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Një lloj distancimi, sepse kur ti ha kumlla dhe dardha, prapa kurrizit tim nuk ka pse unë të bëjmë mbulesën ty, të mbroj ty. Deputetët socialistë duhet të kuptojnë që jeta nuk mbaron me këtë legjislaturë, dhe nëse do duan të kenë karrierë, do duhet që dikur të shkëputen edhe nga Rama dhe nga Belinda Balluku. E përsëris, a do të ndodh kjo, nuk e di. Unë shpresoj dhe uroj që të ndodh, por nuk jam i bindur se do të ndodh kjo. Pra nuk e shoh dot në një të ardhmë të afërt arrestimin e Belinda Ballukut. Ndërkohë, para disa ditësh, Kuvendi miratoi me urgjencë një marrëveshje prej $302 milion me Shtetet Bashkuara të Amerikës sa i përket armatimit të Shqipërisë me pajisje ushtarake nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në këtë rast, apo përpiqet Edi Rama që të afrohet me presidentin amerikan Donald Trump duke i bërë këtë koncesion, duke qenë se Zvërneci dhe Sazani doli nga kontrolli? Jo, nuk besoj se ka lidhje me Trumpin. Prodhimi i armëve në Amerikë është tërësisht i privatizuar. Shteti amerikan ka të drejtën të lejojë ose të bllokojë shitje armatimi për arsye strategjike. Ti nuk mund të japësh armët e avancuara amerikane cilit do shtet në botë, sepse kështu mund të kërcënosh sigurinë e Amerikës. Pra kjo është e vetmja lidhje. Shteti amerikan, duke qenë se ne jemi vend antar i NATO-s, miraton ose nuk miraton, në këtë rast me sa duket ka miratuar blerjen e disa pajisjeve ushtarake. Unë mendoj që kjo është një nga shumë marrëdhëniet e ndyra që Edi Rama vendos. Keni parasysh që kjo është marrëdhënie huaje, është borxh. Pra ne nuk po i blejmë sot për sot, nuk po likuidohemi sot me ato, po firmosin një marrëveshje borxhi dhe ne nuk e dim sa është përqindja e interesit këtij borxhi. Dhe natyrisht nuk e dim as kujt ja kemi këtë borxh. Fakti që marrëveshja u mbajt sekret më bën të dyshoj se ka ndyrësi të tjera të përfshira që nuk kanë lidhje me idealin e mbrojtjes së atdheut, siç mundohet ta paraqesë Edi Rama, dhe nuk ka lidhje as me marrëdhëniet tona me NATO-n dhe me SBA-n. Zhvendosja e debatit në rrafshin e simpatisë apo të dashurisë duhet kemi për Amerikën edhe për Donald Trumpin. Dhe në interesin që duhet kemi, që është interes legjitim, mbrojtja e atdheut. Absolutisht Shqipëria ka nevojë për armatime. Shqipëria rrethohet nga fqinj jo miqësor, të cilët janë të armatosur gjerë në dëm. Dhe Shqipëria sigurisht duhet armatoset. Po Shqipëria nuk ka pse armatoset me marrëdhënie me transakcione financiare sekrete. Ashtu siç për të blerë vaksinat anti-Covid nuk duhet kishte marrëdhënie konfidenciale, sekrete. Se çfarë armatimesh blen Shqipëria nuk është fare sekret. Botohen nëpër revista ndërkombëtare të specializuara që i ndjekin çështjet e ushtrisë dhe të luftës. Një zëvendësministër këtu i ka cituar pajisjet që do të blien, sekrete është marrëveshja financiare.
Dhe në këtë drejtim unë mbështes gjestin e deputetit Agron Shehaj. Asnjë deputet nuk duhet të votojë një marrëveshje që nuk e ka lexuar. Po, sepse Për pjesa mua më e madhe e është deputetëve, zyrtarizimi i rikthimit. më falni që bëj ndërpres, pjesa më e madhe e votuan pa e deputetëve lexuar. asnjë e kishin lexuar, po. Po pra, po ky është as më shumë as më pak rikthimi edhe formalisht te kuvendi i Ramiz Alis dhe Enver Hoxhës. Sepse në atë kuvend nuk lexoheshin fare ligjet. Nuk lexoheshin as për ceremoni. Thjesht citohej që sot po votojmë ligjin kaq dhe aq për këtë qëllim. Asnjë deputet në sallë nuk e kishte lexuar ligjin. Ngrini gjithë dorën, bëi sikur numëroi vota, edhe thuaj u miratua ligji me unanimitet të plot, dhe sapo kryetari i seancës thoshte këtë, ngriheshin 250 deputet, sa aq kishte atëherë, ngriheshin gjithë në këmbë dhe fillonin mbrojëristin, parti, Enver, jemi gati kudoherë. Kjo është situata tani, me ndryshimin që nuk bërtasin partijet vinë, jemi gati në thullim, ku diun se mund të shpikin këta socialistët. Zoti Çipi, ndërkohë ka pasur një akuzë nga një eurodeputet çek sipas të cilit Edi Rama është duke transferuar para jashtë vendit përmes familjarëve të tij. Ju si mendoni sa qëndron një deklaratë e tillë dhe a mund të ketë fakte konkrete në këtë rast? Unë besoj që Rama e ka bërë këtë gjë sistematikisht që kur është bërë ministër kulture. A ka mund prova? Jo. A ka deputeti çek prova? Nuk e di. Ato e di ai dhe institucionet të specializuara të inteligjencës financiare në Poloni apo në BE. Nëse do të ketë ndonjëherë hetim, besoj që do të jetë hetim i gjatë dhe i komplikuar. Dhe nuk besoj se Rama është kaq budalla që t'i ketë çuar paratë dhe t'ia ketë dhënë dikujt në një mënyrë që të gjurmohet lehtë. Besoj që ai ka bërë një zinxhir të gjatë transferimesh përmes atyre që quhen kompani Guacka ose offshore për shkak se janë përtej brigjeve të kontinentit nëpër parajsa fiskale. Po kemi parasysh që një lloj parajse fiskale sot kemi edhe në Europë, se përveç Shqipëris kemi Hollandën, ku me sa duket është shumë e thjeshtë krijosh kompani, me atë kompani të krijosh një kompani tjetër dhe pastaj të fitosh para me tendera në Shqipëri. Kështu që nuk e di a do të hetohet ndonjëherë, po sigurisht me rënien e tij ai duhet vjetën të hetim. Po kjo do të jetë rrugë e gjatë, nuk e besoj se do të rikuperohen ndonjëherë gjithë aparatë që Edi Rama ka vjedhur në Shqipëri. Sipas eurodeputetit çek, Bashkimi Evropian është duke e ndjekur nga afër një situatë të tillë dhe nisur nga ato çfarë ka ndodhur me Edi Ramën, përmendim këtu çështjet e Charles McGonigal në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe kërkesa nga një nga kongresmenët në këtë rast Joe Wilson për nisjen e hetimit të lidhjes së qeverisë shqiptare me trafikun e drogës apo lehtësimin që i ka krijuar trafiku ndërkombëtar të drogës. Dhe ndërkohë këto fakte të tjera që dalin, po themi, akuza nga element eksponent Bashkimit Evropian, a mendoni se Edi Rama në këtë rast është në piketimin e ndërkombëtarëve jo vetëm në aspektin politik, por edhe ato juridik? Jo. Nuk është, sepse po t'ishte, Rama do t'ishte sot i filmuar nga mediat ndërkombëtare, europiane dhe amerikane, për ato që i ka bërë këtij vendi në 28 vitet e karrierës tij politike, jo thjesht për flamingot e kuqe, buldozerët e Zvërnecit edhe projektin e Ivanka Trumpit dhe Jared Kushnerit në Sazan dhe në Zvërnec. Narrativa në mediat europiane dhe ato amerikane vazhdon prej 2 muajsh të jetë e njëjtë. Rama nuk akuzohet si diktator, nuk akuzohet si një njeri që ka korruptuar sistemin, nuk akuzohet si një ortak që ndan pushtetin me Berishën, nuk akuzohet si një autokrat që nuk lejon referendume, që blen zgjedhjet, që e ndryshon kushtetutën si do qefi. Asgjë nga këto që thonë shqiptarët nuk e gjen nëpër mediat ndërkombëtare. Për shpopullimin nuk e akuzon askush. Prandaj unë vazhdoj të besoj se Rama është Benjamini, duhet ta themi në shqip, në anglishtën e sotme quhet darling, pra i dashuri, i përkëdheluri i medias europiane dhe amerikane, por edhe i politikanëve të majtë dhe të djathtë.
Po, sepse Rama si tregtar flamujsh, atë po mundohem të them se Rama si tregtar flamujsh që është gati të përqafojë çdo flamur, ndërkohë që shkel me këmbë flamurin e vendit vet, flamurin shqiptar. Rama është avokati më i madh i të drejtave LGBTQI ndër kryeministrat evropian. Gjithmonë në kontekstin ku ndodhet, sepse Shqipëria nuk është Hollanda. Pra Rama ka guxuar shumë në kontekstin shqiptar. Rama është avokati më i madh i politikave të gjelbra. Rama është ai që nuk po shqetësohet për rënien e numrit krerëve të baktive në gjithë Shqipërinë, për braktisjen e tokave bujqësore, përkundrazi po a merr tokat bujqësore fermerëve për t'i kthyer në panele diellore dhe në mullim me erë.